Në dalje të Tiranës, sapo kalon Petrelën, natyra të fal një pamje mbreslënse, por mes kësaj bukurie fshihet një realitet i ashpër, një rrugë e dëmtuar pas sinjalistik dhe shpesh e pakalueshme, të çon drejt një fshati që duket sikur ka mbetur jashtë kohës. Mes gjelbërimit të panumërt dhe ajrit të pastër ndodhet Durishti, një vend që natyra e ka bekuar me bukuri të ralla, me fusha të gjelbërta, kodra të panumërta dhe një qetësi që në Tiranë apo në vende të tjera është luks. Por paradoksi është pikërisht ky. Durishti nuk ndodhet as në hartë dhe as në guida turistike për ta promovuar si një vend turistik. Rrugët janë të pazhvilluara dhe kjo bën që turistët të mos ta gjejnë dot si vend dhe të mos zhvillohet turizmi. Durishta është pjesë përbërëse e njësisë administrative Petrel dhe është rreth 15 kilometra larg nga qendra e Tiranës. Megjithatë, mosvënia dorë në këtë fshat e bën atë të duket thuajse migjenian. Pas kësaj panorame, banorët tregojnë se jeta në Durisht është bërë gjithnjë e më e vështirë. Mungesa e infrastrukturës bazë dhe largësia nga shërbimet e domosdoshme si spitalet apo shkolla e kanë izoluar këtë komunitet të vogël ku çdo ditë është një sfidë më vete. Ky ka qenë një fshat me 20 shtëpi. 20 shtëpi. Imagjinoje se banorë nuk i majnë mend sa kanë qenë, edhe ka ngel vetëm 3 shtëpi gjithsejt. Sepse ka infrastruktura, rruga nuk ka qenë e përshtatshme. Shkollë nuk ka, qendër shëndetësore nuk ka, siç ka pas. Fëmijët janë ndër më të prekurit nga kjo gjendje ku çdo ditë ata duhet të ecin për rreth 1 orë e gjysmë për të shkuar deri në shkollë. E të ndjekësh dijen në këtë formë në shije në diell e bën strëmunduese këtë proces në vetvete. E bëj shkollën në fshatin Petrel, edhe kur nuk kishim makinën, unë shkoja në këmbë 1 orë e gjysmë për të shkuar në shkollë. Por me sa duket, ata do të duhet, si çdo sfidë tjetër, t'ja dalin vetë, pasi asnjë institucion nuk kujtohet për këtë fshat, dhe pse jemi në 2026 ku presupozoj që gjërat të ishin ndryshe, edhe të moshuarit e fshatit e ndjejnë izolimin. Shpesh, ata jetojnë vetëm me pensione të vogla që nuk u del për asgjë, ndërsa të rinjt janë larguar drejt Tiranës apo jashtë vendit. Jam pensioniste. As i punë. Nuk merreni as me bujqësi, as me blertori? As e jo. Kam burrin qarë pra. Që të bëj? Ti rjeti i para mrapa. Për zotin, të gatuj të ham një qabu, këni ka lesës kam fuqim, mësë më kam koma. Tu të rinjt e vetëm është djali jote dhe fëmija? Djali im, e në fëmijt, që qëmë shkollë. Vetëm 4 fëmijë ka fshati? 4 fëmijë ka fshati. Sa ata që mosha jonë, u rritën e hikën, për i punë se për i rrugës. Të shumta janë tokat këtu në Durisht dhe mjaft pjellore, por paradoksi është që banorët nuk kanë mundësi të merren as me bujqësi dhe as me blegtori, por të pakët janë ata të cilët prodhojnë sa për vete dhe disa prej tyre shesin qumshtin dhe djathin në Tiranë për të mbijetuar. Pleni ka shku sa s'ta mërmenja. Toko nuk ime se t'i punojmë, e kime zitarë. Përnaj, i herë më përshët me një vjen, i herë... I këshu, me këtë sërfisa. Në vështirësi. Përse, kam i qikë, kam e 2 lopë, 3 lopë, që qumshin, me lethe qumshit. Ku e shisni qumshin? Te kalaja në Petrel? Në Petrel jëmë që djahin, nëse kalaja o nëllë. Ku e qoni qumshin tani? E ka që më këtë i qoni rëmë shumë në tjera unë. Vetëm qumësht shisni? Vetëm qumshes. Po perime, nuk mbili? Nuk buan perime, s'kemi ujë.
Askush nuk interesohet për këta banor, vinë vetëm për të marrë votën, veç në atë kohë ku fshati gëlon nga deputetët, pastaj heshtje, largohen në pakthim deri në mandatin tjetër duke lënë pas njerëz, cilët kanë ngecur në pamundësi për t'u larguar, njëjtë si brenda një rrethi vicioz. Durishti mbetet një fshat mes natyrës së bukur dhe realitetit të vështirë, një vend ku koha duket e ndalur dhe ku banorët e mbetur përballen çdo ditë me mungesën e shërbimeve më bazike, kaq pranë me kilometra me Tiranën e kaq larg për nga realiteti. Njeri nuk vjen me i pyet qa halla shketi. Dikur vishin dhe për vota, po të shtys po vitas për vota mu. Edhe qatë si që pe vetë. Ja sa është e fëmijët, 10 vjeç. Mu shkoj në Petrejt në kom, gjithnaf për zatin. Dikur këtu kanë qenë kopësht, qerdhe, 2 dyqane bukë, edhe dyqan ushqimor, të shqis ka një asnjë gjë. Njerëzit kanë hik, edhe asnjë gjë. Në këtë fshat të haruar mes kodrave, takojmë edhe shefqet me moçin, një nga më të moshuarit që ende jeton këtu. Syt nuk i shohin më rrugët e vështira që përshkon çdo ditë ky komunitet, por historia e tij tregon më qartë se çdo pamje për realitetin e vështirë që ndodhet Durishti. Sa familje kanë ngelur në fshat? Këtu? Pa. Janë gjithse që ekzistojnë tamam pjorin, tamam për herë ditë natë, jemi 3 familje. Me çfarë merren ata banorët që kanë ngelur në fshat? Ne, qonim, shkon çdo ditë, që kalemët në shkollë në Petrel. Nuk ka autobus. Gjithë ja, që autobusi, një shtik që u dëtrushon bleva i qik maqinë të vogël, që është se e kam me ikte, që shef të di. Sa fëmijë ka djali? Ka 4 fëmijë. Ka 12 që i kam shkollë, ka në 2 bjankë, 2 vejlit. E ne shot gjithë ditë i kam qunë në kraj, kur ishte dhe qoqem krahëre. Qoqem krah, për fitu më Petrel. Shi, dil, dimën, verë, këta zavalli u bëshin të lef. Dhe më thonë, është i lidhëm quni, as i loj pune. Pa shmonin ndim ekonomike në atë e hoqin se punë të tyne nuk e di. As i jo, s'ka e që të bëshiq, as i loj të ardhur. As i loj të ardhur s'ka. Po rruga është shumë problem? Rrugë e keni pare vetë, rrugë problem është rrugë. Kanë thonë me shtroja, shtrojmë sot e shtrojmë nesër, virke herë kur ka fushat, hudhi ka 2-3 makina zhavar, sa me ashtu, edhe ja puna. Kjo është qezma e fshatit Durisht, ku banorët e përdorin ujin për të pirë, dhe siç mund ta shikojmë edhe nga shkrimi, kjo qezëm daton që në perandorinë osmane, pasi siç thonë edhe banorët, shkrimi është në gjuhën e vjetër turke. Po ujë të pishëm ose ujë për vaditje? Ujë të pishëm marrë me pomë, është i qezme. Disa shekuj me përparë, në kohën e Turqisë është ndërtu i qesma të poshtë. Aja ka dhe shkrimin e të është turqisht, turqisht e vjetët si shtonë. Dhe me këte, me ujtin, e kanë zhjith me pomë këtu, nërsa të erë ju shko me rrjedhet lirë, se janë dhe 2 familje tjera. Një është e poshtë, një këtu mosive. Mbrapa meje ndodhet Tirana, shumë pak kilometra larg Dushitës, e cila zhvillohet çdo ditë më shumë, por kontrasti qëndron që Dushita duket sikur çdo ditë zvogëlohet akoma dhe më shumë. Kjo histori na tregon që distanca nuk matet me kilometra, por matet me investime dhe me kujdesin e treguar. Largohemi nga Durishti, nga një fshat, për të cilin nuk dim nëse në vizitën tonë të radhës do të gjejmë ende njerëz. Një vend që përshuhet ngadalë në heshtje, duke lënë pas vetëm kujtime dhe shtëpi të boshatisura.